atë një kush që është shqiptar në fizionomin paraqitje, sepse realisht unë të kisha pa në rrugë, në tren, apo në restorant, apo kudo, unë veç kisha thonë hello Hansi, apo të kisha njiti emër Zvicran, se kur s'm kishte shku menja që ti je shqiptar në paraqitjen tonë. Drejt me tregu. A ka njoft në herë dikush, apo një dikush, apo kur shkon të Zvicran, a çuditën kur ju thuj jam shqiptar apo jo? Me Zvicran jo shumë, me shqiptar kum pas përvoja të ndryshme. Për shembull në aeroport, kur kum udhëtu vetëm zakonisht marr në gazetë lexoj, ose kur në fundit këshir në podcast, edhe kum dëgju fjalë kush ka shkon ky Zvicran, çka është ka lyp. Edhe ka qenë për mua interesant, ose shkojmë në shqiptore, se sot fatmirësisht ka shqiptar gjithka, edhe kur ju flas shqip thoj, apo din shqip? Po shqiptar jam, nuk është hera e parë. Në raport i ndin shqiptar të thonë 4 rrugës veteran, Përpara se të kalojmë pak tek dhoma e trajtimit të një pacienti apo masazhit apo që i bën Ardiani duket. E shkollimit. E shkollimit, po patjetër. Atëherë vetëm kam dëshirë me ditë përveç Shpiteksit, çfarë shërbimesh mund të marrin shqiptarët në Zvicër, shqiptarët në Zvicër tjera? Po Shpiteksi është vetëm një pjesë e vogël. Shteti zvicran ofron shumë gjëra që fatkeqësisht një pjesë nuk i din. Nuk i din, po edhe nuk kanë faj, sepse edhe unë pse profesion e kam çdo ditë po ballafaqohem me pyetje që nuk i di. Kështu që po ja sqaroj shkurt cilat mundësit janë. Gjithë ata njerëz që kanë deficite shëndetësore ose kufizime shëndetësore kanë mundësi me marrën jo do terminologjia që do të gjermanisht me thonë për shkak se shqip nuk ekzistojnë. Hilfsossenentschädigung, Assistenzbeitrag, Ergänzungsleistung, Intensivpflegezuschlag. Gjitha janë këto që janë si shtesë krahas me Shpiteksin. Këto kanë një pjesë shumë e madhe drejt t'i marrin në forma të ndryshme, edhe gjitha këto janë për asistencë me një mund njerëzve me nejtë të shtëpia. Gjitha ta që kanë probleme shëndetësore ose kufizime shëndetësore, le të lajmërohen të na se na i konsultojmë ato që e dim, ja vapum atutje edhe ju ndihmojmë, për shembull ju ndihmojmë formularët me mush, ju ndihmojmë pranimet me banë, po nëse nuk dim diçka, se ka edhe gjëra që nuk i dim, atëherë së bashku me klientat i thirrim organet përkatëse edhe ja tregojmë gjitha drejtat. Ka mundësi këto shumë me marrë ndihmë, vetëm i los gjithë mos marrin prej rrugëve se vinë filani fisteki, jeni këtu ju drejtojmë si duhet.